pyetjen e kam, po më përgjigjen, ndi dhashtonë. Rike ka vendosur që të jetë shumë aktiv këto kohë. Ai erdhi me një projekt të ri që mban titullin Pyetjen e kam, me tekst nga vetë ai që e bëri dhe muzikën. Producent është Fatjon Miftari, kurse ana vizuale u realizua nga Sustain Production. Të dua lo, pyetjen e kam, po më përgjigjen. Të thë që si e imja, paskare. Bejta gjatë kësaj jave erdhi me një risi, kush të tha mban emrin Prurja më re, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai e që është dhe producent. I njëjti ka punuar dhe bitin, kurse ana vizuale u realizua nga Mpik Kreativ. Zok të lutem quhet projekti i ri nga Gjela Abazi me orkestrim nga Amir Abazi. Me gitare ka shoqëruar Agon Eziri, kurse ana vizuale u realizuan nga Sken Video. Për më shumë ndiqeni këtë premier. Mos ma qo asni selam, ma. Teuta Selime erdhi me një risi. Ajo gjatë kësaj jave ka publikuar Selam, tekstin e së cilës se ka shkruar Shpetim Reqica. Muzika dhe orkestrimi u punua nga Gent Studio, i njëjti është dhe producenti kësaj prurje të re nga Selime. Ma se krejti kisha dhon, qaj zemrë ime qaj, jemi taku. Remzi Osmani plasoi në treg një projekt të ri që mban titullin Unaza ime, tekstin e së cilës e ka shkruar Ilir Berani e që bëri dhe muzikën. Orkestrimi u punua nga Kristi Miloti, kurse Alfred Sula ka realizuar miksimin dhe masterizimin. Videoklipi u vizualizua nga Max Production. Kinem thot shime gjëmba, për tekstin u përkujdes vet ai. Miksimi dhe masterizimi u realizua nga Ricket, e që është dhe producenti kësaj prurje të re. Ana vizuale u punua me mjeshtri nga Flori DVFK. Ku ishim dje, po sot ku jena, po sot ku jena, po sot ku jena. Pas suksesit me Ghetto, Don John këtë javë erdhi me një single të ri që mban titullin BBB. Tekstin e ka shkruar vetë ai. Producent është Tërzon, kurse ana vizuale u realizua nga Da Vinci Sim 4. West Side Family dhe Vesa Smolica kanë befasuar me një risi për të gjithë fansat e tyre. Kanë sjell gënjeve. Tekstin e së cilës se ka shkruar Armer Shahini, një herë është banor në edicionin e 5 të Big Brother VIP Albania. Alban Kondi u përkujdes për muzikën e kësaj prurje të re e për më shumë ndiqeni këtë premier. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për këngë të reja. E nisim me Nora Istrefi, cila duket se i kanë ndezur motorët e shpejtësisë për të prodhuar projekte në këtë vit. Pas suksesit me Rushin në bashkëpunim me Luis Daily, këngëtarja e njohur shqiptare ka vendosur me na fresku edhe me një tjetër risi. Këtë ka bërë të ditur producenti Beni, i cili përmes këtij postimi e ka njoftuar projektin e ri të Norës. Jo vetëm me një këngë, por me një album. Redon Berani do ta bëj vitin 2026 edhe më të nxehtë me shumë risi. Këtë ka bërë të ditur vetë ai, duke zbuluar në një prononcim për emisionin Zoom. Ndiqeni këtë video. Aktualisht albumi del me 14 prill, Tyra Vere, ju pres me shumë dëshirë me ngu, kena punu një punë fantastike.